Dhe në fund fare shishen e shampanjës do t'ja lëm ta hapi Gazbardi sepse ai është personazhi më si qershia mbi torti i gjithë parlamentit të 2021. Çfarë ke me Gazbardin? Jo, s'kam gjë, thjesht po them është simboli i fitores imagjinare të qarkut Fierit, prandaj kjo është opozita shqiptare. Të mirë, po ti rrin Tirana aty ku je në listë, pse shkon në Fierdi? Po se ne këtë kemi të mirë që ku kemi miq dhe shok, sugjerojmë që të votojnë, kështu që kjo është. Ndërkohë, së fundmi në këtë fushat, çuditërisht po ndodh diçka që e pazakont, jo aq e pazakont, po duke qenë se Lulzim Basha nuk kishte kohë, që nuk ishte më protagonist, rikthimi i tij dhe duket sikur ka një pak të fshehur, ose më saktë që kryeministri Rama ndoshta po jep një dorë ta ndihmoj pak në publik për të qenë protagonist, hidhe prit me njëri tjetrin çdo ditë, besoj i ke ndjekur. Mund t'i çoj kjo lloj strategjie vota Lulzim Bashës? Meqense i njeh demokratët po ta bëj këtë pyetje. Nuk e di ai çon vota Lulzim Bashës, por ditë ta karakterizoj me një fjalë. Lulzim Basha. Dhe pse mendon se po bëhet kjo për të sfumuar Berishun për shembull? Nuk e di. Se kam iden fare se për çfarë po bëhet. Mendoj që as Berisha as Basha nuk kanë pikë vlere për Ramën dhe një gjë është e sigurt që Rama nuk të fal asnjë votë. Nuk bën asnjë gjë për t'i falur. Po nuk i fal asnjë vot, as Lulzim Bashës as Ali Berishës. Edi Rama po i vën në lojë të dy këta për t'u treguar demokratëve që pa vëmendjen e tij, këta dy nuk kanë asnjë lloj shprese në këtë vend. Është si puna e saj që po nuk të përmend emri fillon dhe harrohesh. Është ajo lufta politike në parlament ku ministrat që nuk dëgjohen i luten deputetëve të opozitës aman më shaj pak që të më gjoj kryeministrin. Kjo lloj filozofie. Se ndodhe kështu? Patjetër, ka ndodhur. Ka ndodhur gjithmonë. Prandaj ju them që Edi Rama, domethënë Lulzim Basha dhe Sali Berisha janë në një lojë duke, domethënë Rama po tallet me ta. Rama po i vën lojë me ta dhe Rama ka një strategji shumë të mirë për të thithur vota të djathta. Në çdo listë të Partisë Socialiste, patjetër. Dhe do ketë efikasitet. Në çdo listë të Partisë Socialiste ke nga një demokrat që mund të bazohesh dhe mund të marrë vota të djathta. Kështu që në çdo qark. Kështu që pa merak se të dy këta bëjnë autogolet e mëdha që vazhdojnë dhe i përgjigjen Ramës dhe bëhen pjesë e lojës së tij. Çfarë mendimi ke për qasjen dhe formulën që ndoqi kryeministri Rama për të hartuar listat? Formulën. Si duken listat e Partisë Socialiste ndryshe? Atëherë, Partia Socialiste ka listat hapura dhe listat mbyllura ku pak a shumë të rinj dhe personat politik, në kuptimin drejtuesit e qarqeve, janë futur në listat të mbyllura për shkak se të rinjt, për ti mos t'i përplasur me më aktivët në politikë, ndërsa drejtuesit e qarqeve për mos të prishur balancat, pasi një drejtues qarku patjetër që është më i privilegjuar në listën e hapur sepse ka strukturat që e mbështesin. Unë shikoj një larmishmëri në këto listra, pasi keni profesione të ndryshme, keni persona të cilat ka dhe persona jo politik, ka persona të ardhur rishtazi nga platforma deputeti që duan dhe kjo nuk është një proces fars, po është një proces që unë e kam ndjekur nga afër dhe shikoj realisht djemë dhe vajza të ardhur nga akademia politike dhe nga platforma deputeti që duam që janë bërë pjesë e listave të Partisë Socialiste. Nuk është e thënë që të gjithë të fitojnë në listë. Nuk është e thënë që të 37 deputetët që janë në Tiranë të dalin deputet. Gjithsecili ka një detyrë për të bërë dhe ajo detyrë do të realizohet sipas asaj që i është ngarkuar dhe në fund fare i shërben kauzës së Partisë Socialiste për të marrë 20 mandate dhe 21 mandate në qarkun e Tiranës dhe në çdo qark ai projekcion që është vendosur nga partia. Kështu që shikoj në Partinë Demokratike një përplasje, futje në primare, një proces fars, në fund një agravim, një agjitim, një luftë të brendshme të papar, pasi statuti nuk thot të bëhen primare, Saliu bën primare, në fund fare fituesi i primares del fare jashtë nga lista, nuk futet fare, dhe në fund fare ata që mërziten me Saliun vinte PD-ja,
tek PS-ja dhe në fund del rezultati që humbet zgjedhjet dhe thot na i vodhi Rama. Jo, nuk vin gjithë PS-ja, për shembull ju e keni ftuar Dashnor Sulën, që u zhgënjye nga Berisha, po s'ka ardhur akoma. Nuk di ta ketë ftuar një Dashnor Sulën nga Partia Socialiste. Po patjetër, publikisht edhe Edi Rama retorikën e tij. Nuk di ta ketë ftuar njëri Dashnor Sulën. Është ftuar. Nuk di ta ketë ftuar, thash. Se ka dhe ftesa indirekt. Po, dakord. Nuk di ta ketë ftuar njëri Dashnor Sulën. Edhe një kandidate juaj apo Basanin e ka bërë ftesë. Dashnor Sula është i mirëpritur në Partinë Socialiste ose të mbështes Partinë Socialiste sepse po nuk e bëri, nuk do ta çliroj kur PD-n nga kufoma politike e tranzicionit 35 vjeçar Sali Berisha. Për sa kohë demokratët, të cilët kanë peshë si Dashnor Sula apo shumë të tjerë, lihen jashtë, përdhosen dhe në fund të ditës anatemohen nga çdo ekran, nga të besuarit i Sali Berishës, kjo parti nuk do të funksionojë dhe do shkojë drejt vdekjes klinike, më keq se çka shkuar deri tani. Dashnor Sula duhet t'i jap një mësim që të bëj fushat fort kundra, të tengoj veten dhe në fund fare t'i jap përgjigjen e merituar Saliut, Gazit, Dashit e këtyre çka janë këta të tjerët që bëjnë. Këto xhaketat e vjetra që Rama i la edhe këtë herë në zonën e rrezikut, mendon se do ketë shumë prej tyre që do të vazhdojnë të qëndrojnë në parlament? E thash në fillim të emisionit, çka kanë mbjellur 4 vjet do korrin. Po mirë, po flas xhaketat e vjetra që janë protagonistë, se nuk po të flasun për emra anonim, se anonimët as nuk më kujtohen mua, kështu që jo më thuaj një xhaketë të vjetër. Po mirë, për shembull Fatmir Xhafaj. Se njoh. Nuk e njeh. Ashtu po pastaj. Jo se njoh, nuk e njoh politikisht, more se di kush është Fatmiri, se kam pas koleg. Po si nuk e njeh, në shkuptim. Se kam parë 4 vite të bëj diçka, këtë po them. Po ai është në krye të një super komisioni për po kur të funksionojë korrupsionin që thon. Po jam po nuk e njoh, po them që nuk e njoh. Okej. Si banori njësisë 7 që është ngjitur me njësinë 10 nuk e kam parë ndonjëherë. Mimi Godeli. Patjetër që e njoh. Shumë e respektuar, shumë e mirë, uroj dhe shpresoj të fitoj. Jo, pyetja ishte e përgjithshme, nga që janë në zonë rreziku, a do mund të thyej? Nuk ka rrezik e dashur, Edion. Nuk ka rrezik. Po si listat sigurta pra, do të marrin shumë vota, jo, ai ka marrë para 4 vitesh votat Fatmir Xhafa, se po ai ishte një rast rekord faktikisht. Po, se po dëgjoj tani se po mirë pra, po nuk është kaq e shpesh. Kastile ta thash që nuk e njoh. Pak është me kujnë biseda. Fatmir Xhafa ka marrë 16.000 vota zgjedhjet e kaluara. Pastaj po të marri 3.000 vota Fatmir Xhafa sot do të thotë që ka dështuar si politikan, ka dështuar çdo gjë. Një deputet që ka marrë 16.000 vota para 4 vitesh, unë pretendoj që nëse ka marrë 3.000 para 4 vitesh, pretendoj të marrë 7 sot. Aktiviteti politik është gjithmonë në rritje. Këtë mendoj unë. Më jep një koment për faktin që në Tiranë, siç kërkon ti vota në listë të hapur, kërkon edhe ai që ti kontribove indirekt apo direkt për të qenë në qeli Ilir Meta. Se di, mundi të them vetëm kaq që nëse ai fiton në listë të hapur, çfarë do të thotë për ty? Si e përkthen ti? Nuk fiton në çfarë? Si fiton? Bëhet deputet. Është kandidat në listë të hapur, po vota pra nga qytetarët, po bëhet deputet, se çdo bëhet. Besoj se fiton. Nuk besoj se ndo. E para njëherë nuk merr më shumë se 12 mandate PD-ja në Tiranë. Vetëm po hoqi 2 nga vetët për t'i liruar vendin vetes tij. Po nuk merr Ilir Meta vota dhe nuk del deputet. Nuk ka asnjë lloj shansi, nuk ekziston shansi. Po të rinjve i druhani që mund të marrin aq vota sa do të marrin, por kush të rinj? Gërryejnë ata në elektorat. Kush të rinj? Partitë e reja apo të rinj brenda partive? Tani sa herë që ju bëj juve të mazhorancës të këtë lloj pyetje, përgjigjeni gjithmonë me pyetje. Tani pse bëni sikur si njihni? Po pra kush të rinj po të them? Adriatik Lapaj. Po. Endrit Shabani. Po. Arlind Qorri. Po. Edhe një parti të re, edhe pse Agron Shejaj për shkakun ka qenë në PD, po ka krijuar një parti të re. Unë uroj dhe shpresoj. Ju bëjnë përshtypje këto fare? Jo, s'na bëjnë përshtypje fare. Po pse? Pse nuk e konsideroni? Po s'na bëjnë se nuk janë. Apo është arroganca e pushtetit? Jo, s'është arrogancë, unë s'kam pushtet. Unë jam pa pushtet. Po mirë, po se
Pse nuk i konsideron ti këta? Të rinj janë këta, si ty. Po pra, ma gjë, unë uroj dhe shpresoj që këta të jenë të gjithë në parlament. Nuk i bën asnjë dëm parlamentarizmit të kemi forca të reja në parlament.